Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma ma ba'd. Ndërruar vëllezër besimtar, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po vazhdojmë me takimet tona të përjashme të dielëve. Këtë seri që kemi filluar, sfigimin, shërimin ose kalimin e për disa prej ndobive të rëndësishme që përmban libri e Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, i njohur si 14 hadithet ose 40 hadithet e Imam Nawawit. Jemi në hadithin e 9 tashë vëllezër. Kemi folur për pjesën e parë të hadithi javën e kaluar dhe na ka ngel pjesa e dytë shumë e rëndësishme me kurositë të mëdha pa dyshim. Këtë hadith e transmeton e Buhari radhiyallahu ta'ala anhu, andaj po këtë hadithin të plot edhe një herë për shkak të rëndësisë që në të lidhë dhe temën e javën e kaluar, transmeton e Buhari radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Transmeton e Buhariu, i cili kemi thonë është një prej transmetuesve më të mëdhenj të haditheve, thotë kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam duke thonë: atë që ju ndaloj për saj tërheqëni në mënyrë të prerë. Fajtanibuhu, ajo që ju ndaloj, u kam ndalu, largohuni prej saj. Fajtanibuhu. Wa ma amartukum bihi, atë që ju kërkoj me punu, kryeni sot keni mundësi. Kemi thonë që ndalesat nuk ka arsye besimtari me kry, me bë. Sepse ato do të më tërheq, s'kërkohet për teje mund për me lanë diçka. Kërkohet veç vullnet, nga dëshmëri, mos me punu. Andaj tek ndalesat është urdhë i prerë që besimtari më shmon nga tyre. Mos e bëkto. Besh mos e bë, që ka, s'kërkohet asë më qumë koma s'kur që prekullë, mos e bë. Kurse tek urdhëresat, kurse çka t'ju kërkoj me punu, punën e sot keni mundësi, sepse jo të gjitha veprat kena ndoshta mundësi me kry, dhe disa prej obligime janë të ndërlidhura me mundësi. Për shembull kemi thonë haxhi është i ndërlidhur me mundësi, zeqati për një pjesë besimtarëve, namazi është për të gjithë, por jo të gjithë kanë mundësi me kry ndoshta në këmbë për shkak të sëmundjeve. Pra mes të tatun kryne sipas mundësive. Dhe pjesa e dytë, çka do të ndalemi sot është fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, nga se vërtet i ka shkatërruar ata që kanë qenë para jush, pyetjet e shota, polemikat, debati, wa ikhtilafuhum dhe kundërshtimi që a kanë bërë profetëve. Ky hadith ashtu të kuptohet edhe më qartë kur e dina shkakun e këtij hadithi. Një ditë profeti sa më thotë shokëve të tij: ja ayuhan nasu inna Allaha farada alaykum al-hajj fahujju. O ju njerëz, Allahu a ka bërë farz haxhin, andaj kryeni ato. Dikush për xhamot ka thonë: ja Rasulullah, afa kulli am, a çdo vit i ka kujtu namazin, i ka kujtu zeqatin, i ka kujtu agjerimin, ka thonë a çdo vit e kemi obligim me bëj haxhin, se këtë në visa profeti sallallahu ka hesht. Ja Rasulullah, a çdo vit me kry haxhin, pra kemi obligim çdo vit me shku, kush i ka rënë? 3 herë profeti sallallahu ka hesht. Pastaj ka thonë: sikur të thojsha, po do të bëhej obligim, subhanallah, që çdo vit me shku në haxh. Dhe ka thonë këtë pjesën, fe innama, ka thonë vërtet popujt e mëhershëm i ka shkatërruar
pyetjet e shumta, kërkesat e shumta që ua kanë bë profetëve dhe pastaj si kanë pranuar, i kanë refuzuar. Ashtu se kjo pjesë është shumë e rëndësishme, në veçanti në kohën e sotit, në kohën e polemikave, debateve, pyetjeve, llofeve, muhabeteve, ka shumë fjalë, ka shumë debate, ka shumë po ka pak vepra. Kjo hadith është i madh. Dhe ka disa mesazhe dhe porosite të jashtëzakonisht të rëndësishme. Fillimisht është dozë pyetjet që janë ose ajo polemika, ato që i ka përmend profeti, ka aluduar në tonë në këtë hadith, i kanë përmend dietarët, janë disa gjëra që s'ka nevojë për to. Veç hajt pyes diçka. Veç e bën një pyetje. Njëri prej xhallarëve në Medinë tash vëzër, një hoxhë i madh, Sheikh Yahya. E ka një udhë të madhe. E ka një udhë të madhe në Medinë, studentët gjithsesi që ju ka rënë me vizituar, me qëndruar në Francë, sa përmend disa legjerata. Po disa prej vizitorëve ndoshta kanë shumë. Në ballë të udhës e ka një fjalë, e ka vendosur një fjalë te Imam Malikut, rahimahullah, cili thoshte: s'kam dëshirë me bë biseda që nuk prodhojnë vepra, s'ka punë. S'kam qef me bë llaf për gjëra që nuk kanë ndonjë dobi praktike. Veç hajt bojnë llaf, supozime, ma mërmenja, ta mërmenja. E ka qitë në ballë të udhës, që edhe musafirëve që vinë, një të regu që këtu bëhet muhabet serios, muhabet që ka rëndësi, që na hyn punë, jo muhabet veç me kalu kohën. Prej çështë dashur të pyetjeve që janë përmendur ose të aluduar në këtë hadith, janë kërkesat, pyetjet që i kanë bë popujt e mëhershëm me i sfidu profetet. Thuj Allahu ta ka mundësi me na bëj çështo. Thuj Allahu në kofshti, Zoti po na bëj çështo. I kanë bë kësi pyetje. Ka profet që jenë mundu me i sfidu në këtë mënyrë. I kanë thonë Salihut, let në qëtë Allahu prej që ti shkëmbi, që ti gurit madh një deve, që ti. Po Zoti ka mundësi që s'ka me bo, por nuk është e udhës për njerin, për besimtarin me kërku, me i sfidu. I kanë thonë Musës. E pastaj kura u ka qua Allahu Azza wa Jalla devën që e kanë kërku, s'kan bë sabër dhe kanë prej. Sepse të ashtu zërë kjo çështje është ndëlidhur me pyetje dhe mos pranim pastaj. Edhe të pyet, edhe s'ta merr fjalën. Hoxh, që ta merr menja, jalla unë më ndaj ndryshe. Mashallah të kofti, ti më ndryshe. Kjo është rrezikshme ashtu. Kjo është rrezikshme. Këtrat mesailihim polemizojnë, kërkojnë, pyesin, të hollojnë, shtrengojnë dhe pastaj mundohen me gjetë justifikime. Çështja tjetër është pra kanë bë pyetje ose kanë kërku gjëra në mënyrë sfiduese, me sfidu profetet, me sfidu njerëz dietarët. E kështu me radhë. Po ashtu këto pyetje kanë qenë të ndaluara në kohën e shpalljes të veçantë. Sepse gjatë zbritjes të shpalljes ka pas mundësi si rezultat i kërkesave pyetje të disa prej njerëzve ka ndryshuar dispozita dhe ka pas mundësi që diçka nuk ka qenë obligative, është bërë obligative për shkak se dikush ka kërku e ka të hollu çështjen. Ka hesht sheriati, ka hesht feja, ka hesht profeti, ka urtësi. Ti mos u munda tash me shplu, sepse Allahu po thotë, mos pyetni për diçka. Mos pyetni, mos të holloni shumë, sepse nëse e kuptoni përgjigjen pastaj nuk i qef. S'pëlqen.
Ka sa të thëzër edhe në mesin tonë në xhamat që bëjnë pyetjet e tilla që janë të ndaluara. Me sfidu hoxhën. Çka thua ti hoxh? Për qëllimit, për shembull, ai se ka njetë me marr mendimin e çati hoxhës. Vallahi se ka njetë me marr. Veç e ka njetë me e sfidu publikisht, çka po thotë ai në televizion, me qitë ndoshta në pozitë keqe, ndoshta me kështu çka po thotë ky se tjetri ka thonë ndryshe kështu me radhë. Ose ndaj çto mesele çka përsëritjen 100 hoxhëllari vetë për çat pyetje. Çka thuhet për Mevludin? Për shembull. I ka vetë 30, 50 kuçë hoxhë vetë për çat mesele. Nuk e ka qëllimin me ditë dispozitën fetare. Ai ka për qëllimin ose me ngushtu hoxhën, ose me kështu çka po thotë ky se kështu ka thonë dikush tjetër kështu më radh. E me të thonë për shembull, në të thonë përgjigje ti s'ki qef, a e merr tani? Jo se merr, ose për disa mesele në çështje të jetës tonë të përditshme. E ka pyet dikon. Frikën një fardjali, një djali, Allahu e nderoft. Për një se është me thonë traditja, po si shprehje njerëzve, të pyesin kur i zaglavitet puna. Nuk të pyesin fillim, na i punë qysh mjaf, a bën qështu? Jo s'pyesin, ata hinë herë, edhe në biznes, bojnë marrëveshje, bojnë kontratat të ndryshme, e kur t'ju zaglavitet pastaj t'jesin, huet qysh mjaf bo, si e më konë me filonin, po tash në ka do një problem. Po ti prej fillimit ja pas të një zgabim. Dhe Allah, rujtat Allah, tha kam një problem, po du me sëqaru dhe kumbonjet me sëqadru të 3 hoxhallar, të filonit, të filonit, thash më vaj, s'ki nevoj të 3 hoxhallar. Nuk ki nevoj, s'ki kohët. Për ishë ty në 3-ve, unë i thash ka të filonit, për disa arsye, 1, 2, 3. Shka të filonit? Atë pëlqen si hoxh, atë flan zemra si hoxh, a ka dije, a ka dëshëri, po çfarë të merr në rregullin? Kurse me shku të një, deri të vjen te çaj që i thot sa shgojle, kjo është problem. Kjo është problem. Profeti po thot i ka shkatërua ata që kanë qenë para jush. Kanë thonë dietarët shkatërimi është 2 llojesh. Ose Allahu azza xhel i ka shkatëruar sikur të shumë popull. Ju ka qenë profetet, u ka qenë shpallën si kanë besu. Kanë kërku diçka ekstra, sikur se populli i Salihit, sikur se populli i Musës. Ka thonë prene një lopë dhe me mishin asaj lope e prekni atë vdekur në ngit. E çfarë lopë është ajo? E çfarë ngjyre ka ajo? E qysh quhet e kështu pyetje mas pyetje, këto feja nuk i dha. E pastaj i kanë thonë Isës alayhi salam. Hal yastati'u rabbuka an yunazzila min as-sama'i ma'ida? A ka mundsi Zoti vetë më na ngrit në sofër për qiellin, çfarë? Ke pyetje nuk bëhet profeti. Nuk thot njeri që ka një trodë dukat, a ka mundsi Zoti? Që ka e monë, nuk ka mundësi Zoti. Zoti gjithë shka ka mundësi me bo. Gjithë shka, kur gjau për Allahu nuk është e pa mundshme, amo bashkë kur gjau. E pastaj u ka zbrit. Dhe kështu kur si kanë besu pastaj, dhe kur i kanë refuzu edhe këto argumente që ata i kanë kërku. Nëse je pejgamber, le ta bën Allahu çështo. U ka dërgu. E pastaj i ka shkatëru. Pra kjo është shkatërim, njëri për mënyrë për i ka shkatëru. Ta mën shkatërim, i ka zgjesu krejt, dhe kanë thonë mënyra tjetër e shkatërimit e shkatëran personin, ja shkatëran dinën e Allah. E qëtë për udhe, dhe kjo është rrezikshme. Dhe zatën disa besimtarë e keni pasë, ndoshta na kanë ndodhur dhe në praktikë.
Prej fillimit e ke kuptuar që ai nuk ka më shku gat. Pyetje, kur nuk rahatohet. Me kur ta mos i vjen. Edhe shet që ka deri ju. Sepse çdo herë mundohet me gjithë diçka. E po kështu, e po filoni kështu, unë e posh ato kështu, e niva ato kështu. Këto nuk janë rregull të dashur. Kjo hadith është thonë më të dashur, po na duhet sa. Shumë të duhet sa. Sepse jenë kriju shumë përçarje në mes të xhamateve duke mos e praktikuar që ta dinë. Ky tha kështu, ti çfarë po thu? Ky tha kështu, ti çfarë po thu? Ose në djetarët i shkatron Allahu që ka shkatru popujt e mëhershëm, e kjo, alhamdulillah, rahmet për këtë umet, Allahu nuk e shkatron këtë umet sikur se popujt tjerë. Nuk e shkatron të nësi, po i qënë disa dënime, smunja, dhe telashe, por me shkatru që ka shkatru popujt e tjerë që me azësu komplete, Allahu nuk e ka shkru për këtë umet, alhamdulillah. Allah ka thonë, Allah nuk e shkatron ata për derisa të jenë mesin e tyre, dhe nuk e shkatron ata, nuk e den ata për derisa ata hum jestagfiru, ata bjen istighfar. Si të shoh tash vëllezër, pra në pyetjet e tilla sfiduese janë të ndaluara. Ose pyetje që kanë qenë poshtë që janë në këtë hadith, janë pyetje të cilat kanë sjell pastaj vështirësi për besimtarët. Kanë pyet për gjona që feja ka hesht. Feja ka hesht, e që kjo qysh është. Pra jenë bos sebeb për vendosin e disa ligjeve që në parim ose në fillim feja i ka hesht. Dhe dikush ashtë bos sebeb që njerëzën në ashtërsu fejnë. Janë dashur vëllezër, jo të gjitha ka thonë profeti sallallahu alaihi wasallam lidhen me këto të fundit, inna a'dhama an-nasi jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli masalatihi. Njeriu më zullumçar është ai person që pyet për një çështje që s'ka haram, e për shkak pyetjes së tij u bë haram. Kjo ka ndodhur ose këto janë bën në kohën kur ka qenë duke zbritë shpallja, sheriati. Se pas përfundimit të shpalljes, nuk ka më ndryshuar dispozita. Ajo është plotësuar halalet, haramet. Mirë, po kjo kanë qenë në kohën e zbritjes së shpalljes. A janë të gjitha dashur pyetje të ndaluara? Jo, s'janë. Sigurisht se s'janë. Madje disa pyetje janë obligative. Duhet ka njëherë me pyetje, ka njëri obligim me pyet për me mësu fen. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni ata që dinë për diçka që ju nuk po dini. Pyetni njerëz të mençur. Ka mundësi pyetjet me qenë edhe farz. Qysh më falë, diko që s'din qysh më falë, ja Allah nuk po pëse mos po ma shtrengan, dhe të me pytë, më falë qysh me dhonë zeqatin, qysh me... Këto jenë tjera qashti. Ka pyte që jenë të preferuara, të mira, të pëlqyra, ku njëri dënë me shtu një hurit për disa meselet e dashur vëllezër, që i duan ati në jetën e tij. Janë disa mësime ose porosi dobi të nxjerrë nga ky hadith dashur vëllezër, pa dyshim që janë të shumta dobit, por do të mundohemi përmend disa prej tyre. Në këtë hadith dashur vëllezër, profeti sallallahu alaihi wasallam nxit që njerëzit me marrë mësim nga e kaluara, nga popujt e mëhershëm. Fe innema, ata jenë shkatru për qita. Pra mos e bërë qasajte.
ne si popull, si musliman të nësi, por edhe ne si shqiptarë të ashtë në veçantin në vendin tonë, nuk morëm fort mësim nga historia, fatkeqësisht. Njëjtat gabime i përsëritën. Andaj dhe na përsëritet, kush? Përsëritet historia. Njëjtat gabime. E profeti po thotë, besimtari nuk kafshohet dy herë për njëjtit vend. Pra, ke kaluar një rrugë, edhe që të ka dalë një gjabën, të ka kafshu, ta është nesër prapë qasaj. Këtu nuk ka fajt gjabën. Se s'kem lejë men, kështu është hadithi. Këtë hadith, pra mësim dhe shumë të zërës që mi marë shembuj, ose mi marë për i bretë, popujt e mëhershëm, po dhe njerës që kanë, nuk është e thonë vetëm popujt e mëhershëm, që ata që kanë shumë njëra vjetë, po dhe popullin tonë, që të generata që kanë kalu. Në kështë të mëro. Dy të dashur që ka të bëjë me të parën, është pra legitimiteti i leximit dhe i mësimit nga historia e popujve të mëhershëm. Qysh kanë hisë për para, po dhe qysh kanë dështu. Qysh kanë dështu, qka i ka bëha ata me hisë për para, po dhe pse nuk kanë hisë për para, e kështë të bëha. Pra, Allah ka bëha thirrje në Kur'an. Kul siru fil ard, hesin tokë, fandhuru, kejfe kana aqibatul mukellimin. Hesin në për tokë, dhe shqyqoni qysh ka qenë përfundimi i përgënjeshtuzë, i atyre mashtuzë. Shkoni, ka plot këta popull që kanë kërku kësi, i kanë bo kësi pyetje sfiduse, profetve, gjurëm të tyre disa janë hala. Në Egjipte, në për Shame, në për Jordane, në për Saudije, hala ka. Gjurëm të këtyre popujve që i kanë sfidu profetet. I kanë sfidu. Firauni ka sfidu Musa. Ka thonë, bimla një shkallë typja të nalë taj zotë të jëtë. Pastaj ka thonë, unë jam zotë i gjithve juve. S'ka zotë matë matë, po ku është së taj? Ndaj një dhe i lejo, dhe shumë zërë, ma dje kërkohet se pasaj të kranurë që besimtari me lexu historinë e popujve të kaluar, historinë e të parëve tonë. Njërë që me marë mësim. Po është të shëllëzër hadithi, subhanallah, hadithi edukon besimtare që me punu shumë edhe me folë pak. Pun do shëllëzër, pun. Fjallë ka shumë, postime ka shumë, statuse ka shumë. Me po Facebook, me po rrjetet sociale janë, muslimanë me plas, kjo është e mirë në parim. Plot këshilla derse, këshilla të xhallarët, këshilla kanë thonë, me emocione, pa emocione, ka pak me delahia, shtin dhej. Kur të veshë sabah, dhe 3.000 shtëpi fshati nuk bëhet disa. Për shka të një gjithaj muhabet? Për shka gjithaj muhabet? Për ata omejnë të shkazër, ka thonë që subhanallah ka të regu për mënyrën e mësimit të fejës. I kemi mësua 10 ajete, i këna shtin praktik, këna dalë të tjetra. I këna mësu, këna shtin praktik, këna vazhdu të tje. Kjo hadith ka thënë që qka t'ju ndalej, lërganu, qka t'ju kërkoj, punën e sot kërë mundësi, dhe leni lafet. Leni lafet të njërës.
Sepse këto shkaktojnë në fardej shumë polemika, shumë pyetje, po ky ka thonë, po ai ka thonë, ndoshta që kjo është problemi i shumë sot prej besimtarëve. E gjona e hoqë dikon, e gjona e fjallë dikon edhe merret me çdo. Po në dashur të zërë, sa më shumë vepra, sa më pak fjallë. Ndalesave largoju, detyrat krysot kesh mundësi, edhe vazhdo tutje. Po është ashtu në këtë hadith, pra ndalohet që me bo pyetje, me qëllim të sfidimit besimtarëve, të hoxhallarëve, të dietarëve. Ose publikisht, ose thirrë në emision. Çka thotë hoxh, ose kërkon është ndaluar pyetje që nuk bëhen me niyet për më mësu për veti, ose për më asharu dikujt, se dhe kjo ka mundësi. Ka ne dikush e bën një pyetje që ndoshta vetë din përgjigjen. Por ka për qëllim në atë mezhlisin ku ai është me shti për shembull hoxhën me çunë mesazh. Qysh ka ndodhur Xhibrili e ka pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çka është imani, çka është ai ka ditë këtu. Por ka pas për qëllim më mësu sahabe. Hajde veç të bojmë laf, hajde veç të thënë diçka, hajde veç të pyes diçka, hajde të qyri çka po thotë, kjo është ndaluar, është rregull. Dhe nuk është cilësi e mirë e besimtarit. Mëshira profeta sallallahu që ka pas për besimtarët duke tregu se çka na çan në humbje në shkatërrim. Ka thonë së nga sa ta i ka shkatruve që kjo, dhe e runë për i tyre. Profetin nga pasë, që i shka përshu Allah Azza wa Jall, wa bil mu'minina raufun rahim. Kërë ka thonë, dhe ajë ndaj besimtarëve është rahuf, është i dhemshëm, është rahim, është mëshirshëm, wa dënë të mire. Runë ka thonë përshë, nga se kejo shkatërën në popull. Edhe si popull tash, jo është në aspektin fetar, po edhe në aspektin social, gjithë këtë debat që është duke ndodhur, gjithë këtë debat, gjithë këtë polemik që është duke ndodhur në për media. Shumica e mediave e kanë një orë që të rekatetit anon. Krejtë goti kanë debat, që sa vjetin atë debatu, po me hecë pak, po hecë të para. Pastaj do shëndosë gjithashtu të regon kjo hadith pozitën që ka ky ummet, sepse është ummeti që ju kanë nështru, e kanë dëgju Allahun dhe dërguarin e tij. Jo sikurse ummetet e kaluara, që as nuk i kanë besu edhe i kanë sfidu me pyetje sfiduese, me kërkesa kështu me radhë. Andaj pyetjet e sahabeve edhe janë pakta, edhe janë çështje çka ka të bëjnë me jetën praktike. Por kur s'kan bërë pyetje dhe kërkesa në që me sfidu profetin alayhi salatu wassalam. Por do të thotë është ndaluar bëhet pyetje për gjëra që besimtari s'kërkon me ditë përgjigjen për me punu, por kërkon një përgjigje për me ikë punës, për me ikë ndaj detyre. Subhanallah. Kërkon ka njëherë me ditë dispozitën e një çështje, a është sunet? Po, alhamdulillah. E ko përshë edhe me lomë, fatkeqësisht. Sunet ka. Suneti që ndodhë në haqë, Hoxha shpesh. Disa për haqilirëve, hajde, jo sunet është, po suneti qka është? Suneti është me punu dhe kish shpërblim për asë vepre. Ose praktikoj e filan, për
Për shembull me shumë mjek në sunet. Mas fakti çka është tek disa mëdhëve. E sunet çka i bën? Sunet çka do të thonë? A do të thonë me lënë, a do të thonë me punu? Me punu, me kry, me apliku. Që ai që kryen shpërblehet, po ai që se kryen për ndonjë arsye që s'ka mujt, nuk ndeshkohet. Ama a priori me lënë sepse është sunet, kjo është gabim. Dhe ka thonë disa dietarë, se lehet ashtu të muslimanët e mëhershëm e kanë kërku sunete cilat janë që me i punu, kurse sot në kohën e sot, muslimanët e sotit i kërkojnë cilat janë sunete që me lënë, hajse së rgojnë. Që është së rgojnë? Ndaj me bo pyetje për vepra që më ik atyne, kjo është problem. Në hadith ashtu të zër, po ashtu hadithi ka thënë që përçarja në fe nuk është e mirë. Nuk është e mirë. Nuk përçar për shkak të fesë. Ai që e ka shkatruar popujt e mëhershëm, pyetjet dhe kundërshtimi. Khilafi. Jo kjo po thotë çto, kjo po thotë çto, kjo po thotë çto, kjo po thotë çto. Dhe një gjendje jo të mirë kemi edhe sot nëse besimtar. Ka një përçarje mes besimtarëve. Në të fesë. Për fe. Jo kjo është kështu, jo kjo është kështu. Jo kjo është kështu, jo kjo është kështu. Etiketime, linçime, akuza. Kjo është ndaluar. Dhe kjo na çon në shkatërrim. Kjo na çon në shkatërrim. Edhe si xhamat e kështu në përxhamia, po edhe si musliman. Profeti po thotë ajo që e ka shkatëruar më herët polemikat, debate, pastaj përçarje. Sepse nuk ka dyshim që debatet ashtu se kur bëhet pa rregulla dhe polemikat duke mos i respektuar rregullat çojnë përçarje. Kjo është e ndaluar. Pra ta feja dhe shumë zëri ka vendosur disa mekanizma qysh më ruajt nga përçarja. Sepse normal që në mes njerëzve ka me pas ka pak polemik për ndonjë çështje. Ky thot kështu, ky thot kështu. E qysh më apo për mos u përçar? Na ka treguar Allahu Azza wa Jalla. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul. E kur keni mos pajtim për diçka, atëherë kthene tek Allahu dhe te i dërguari. Pra këqyreni çka ka thonë për çat çështje, Kur'ani dhe profeti. Dhe pajtoni me ta. Për mos me shkaktu përçarje, për mos me marr inatin njëri tjetrit, duhet të dy partë që gjykimi mes tyre me qenë Kur'ani dhe Suneti. Po kjo do me thonë edhe në mes njerëzve besimtarëve. Kur kanë ndonjë të lashëm, mos pajtim për ndonjë çështje të tyre, në familje, në biznes, në pronë kështu me radhë, Allah po thotë farudduhu, gjykoni sipas Kur'anit dhe Sunetit dhe mos jetë hatri asnjë në kohë. Pastaj ka kërkuar Allahu si mekanizëm për me rujt mos mu përçar. Ka kërkuar që me respektu udhëhecat rrjedhimisht dietarët për këtë çështje. Në ndonjë të lashe, mos pajtim, do të me pas një hoqë të madhe, kur Zoti s'ka lënë vend pa hoqë ditur. Dhe po shkojmë të që kjo hoqë qysh na gjykon që ashtu do të me mirë. Por sot shkojnë e pyesin, a di që si pëlqen? Ja, është kon të tërkun. E kjo është gabim. Dhe po është një mekanizëm tjetër, i rëndësishëm, është një rregull që vendimi i gjykatësit, i prisit, jerfa el khilaf.
e mbyll khilafin. Po thëjnë kështu, po thëjnë kështu. Kur thot gjykatësi çështu, kur thot meftia çështu, do të heqë jashtë ditur, çështu, ajo punë do të marrë fund. Dhe do të më pajtu të dy parë. Subhanallahu, do të marrë një shembull dhe po Uthmani radiallahu ta'ala ka pas një mendim që me shkurtu namazet në Mina, sepse është total. Kur është falë mas tjenit prej sahabive, a i si ka shkurtu. Dhe i kanë thonë, ti neve po na thu që do të me shkurtu, po tash u falë edhe zbon e zon. Ka thonë, el khilafu shërë. Përqarja o shërë. Unë e kam qatë mendim, po në këtë rast, këj imami ndërum është ishti mendimi, vazhdojnë në vazën, el khilafu shërë. Khilafi është shërë, përqarja është shërë. Nuk ka hajrë o vazën përqarja. So një nështë o tërhe krejt për gjamis dhe zdel hit në gjami për shkak se si pëlqen hoxha një meseli, ose për shkak se ka pas një polemik, diçka si ka pëlqy dhe kalon krejt gjamin, po jo më rëllo, po namazi është s'ko lidhe kush është imam. Këtë kena qef me konë imam i mirë, më na pëlqy tonëve. Po nështë si pëlqen tonëve. Dikuna si pëlqen zoni, dikuna si pëlqen dukja, dikuna si pëlqen prejardhja. Shkollimi ka e ko. Amo, është e mënu dhe është e mënu, do të me shku në mrapa, njërë që me rujt unifikimi, sepse unifikimi është maj madhë se sa disa meseli, ndoshta shumë periferike dhe shumë ndoshta të parëndësishme ka njëherë, dhe e fundit është lëzër, këshilla e fundit nga kjo hadith është urdhëri ose nxitja që profeti sallallahu bën që mu bashku e mos mu përqa, sepse na ka kallëzu çka mundet me na përqa. Largonu prej ndalesave, kryeni detyrat dhe mos bëni shumë polemika, debate, sepse kjo ju shkatërron. Pra kjo nuk është e mirë. Allah azza wa jall ju rujtë ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.